Pacha me ju o vëllezër dhe motra, gëzuar ditën e shtunës, e shpresoj që Zoti të na ndihmojë me kalu këtë ditë dhe bashkë me Zonjën Mari. Sot kemi vazhdimsi e Ungjillit të Gjonit, kapitullin gjithmonë 4:15, edhe tashmë është përgjigja e botës. Krishti na ka thënë si me dash. Do më thënë, si me kënë edhe në ka thënë a i vetë modeli. A i vetë është modeli dashurisë. Duani njëri tjetrin si kurse ju kanë dashur ju. Si përgjigjet bota, ndaj dashurisë e Krishtit, ndaj së vërtetës, le ta dëgjojmë. Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Nëse bota ju urren, dini se para jush me urreu mua. Po të ishit të botës, bota do t'i donte të vetët. E pasi nuk jeni të botës, pse unë ju zgjodha prej botës, për këtë arsye bota i urren. T'u vjen në ndërmend fjala që ju thash, nuk është shërbetori më i madh se zotëria e tij. Nëse mua më salvuan, edhe ju do t'ju salvojmë. Nëse fjalën time e mbajtën, edhe tuajën do ta mbajnë. E të gjitha këto do t'i bëjnë kundër jush për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më dërgoi. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Krishti ka qenë urryer prej botës. Nuk ka përputhje mes shpirtit e botës dhe shpirti i Krishtit. Janë në kundërshtim. Edhe Krishti ka dashur botën, do me thënë njerëzit. Edhe nëse nuk u përshtat me mendimin e botës. Ai ka dashur ne, me katarit, falas. E si ka përgjigjur bota, duke kryqëzuar atë. Nëse ne pranojmë fjalët e Krishtit, le ta dim se jena për luftë. Për luftë. Krishti ka thënë në Ungjillin se ai nuk ka ardhur për të na sjellë paqen në kuptimin e mangësisë së problemave. Jo, Krishti ka ardhur me na sjellë shpatën, zjarrin e Shpirtit të Shenjtë. Ndarjen që sjell fjala e tij. Nëse ti pranon fjalën e Krishtit, seriozisht do të kesh mos kuptimet. Duke filluar edhe në shtëpinë tënde. Ndoshta prindërit e tu, vëllezërit, motrat, që nuk të kuptojnë, që ndoshta edhe të gjykojnë, a ka humbur mendjen? Për Krishtin kanë thënë të njëjtën gjë, dikush ka thënë ishte djallosur, dikush tjetër e ka humbur mendjen e vet, ka dalë prej vetes. Të njëjtën gjë, ka më ndodhe me ty dhe me mu, nëse ne marrim seriozisht Jezusin. Qa mendon njerëzit? Imagjino pak për të rinjt. Nëse ti je në universitet, edhe ti ruan veten tënde për martesën, që ti vlerëson dhuratën e seksualitetit, e dashurisë martesore, edhe ti mbron veten e vet për martesën. Qa kam me thanë? Budall je. Qa je? Në shik në cilin shekull jetu. Nëse ti nuk shkon me të pare, që të del për para. Nëse ti nuk ben qa bëjnë të tjerët, që pinë drogë, ose që dehen me alkohol, nuk e di. Bota, nëse ti nuk je si pas mendimit e botës, do të jesh urryer prej të tjerëve. Por, sepse nuk njohin dashurinë e Atit. Jo thjesht, sepse të tjerët janë të keqi. Jo, ne nuk kena më mirë se askush. Nëse ne kena mundësi me dash jetën, e me dash me të vërtetën që Zoti na zbulon, është sepse kena eksperimentuar dashurinë e Krishtit, që ai vetë
ka zbritur në ferrin tënë për të na shpëtuar. Edhe njerëzit që janë mesu me jetu në ferr, gjana që janë qielli nuk e kuptojnë. Kanë nevojë me eksperimentu këtë gjë që Zoti zbret në ferrin e tyre për të shpëtuar ata. Nuk kena me gjyku askën. Jo, por me pas këtë djeni, Krishti na kallzon. Ato me ndjek mu, përgatitu vetë për salvimet. Për salvimet. Jo sepse njerëzit janë të keqi, sepse nuk njohin dashurinë e tij, nuk njohin dashurinë e Atit, nuk njohin thellësinë e dashurisë e Krishtit. Atëherë kurajo, ne kena kënë caktuar për këtë punë, për me dash, për me dhanë jetën tonë. Nëse nuk je i salvuar, shikoje mirë jetën tënde, ndoshta nuk e tu ndjek me të vërtet Jezusin. Edhe nëse je për ndjekur salvuar, shikoje mirë cili është shkaku. Se ka mundësi që me shkaku janë mëkatet tona. Nëse janë mëkatet tona, nuk kanë asnjë lidhje me këtë dashuri të Krishtit. Është një përndjekje, një salvim e justifikum. Por, nëse salvime janë për shkak të dashurisë e Krishtit, i beguar jeti, i lumë jeti, sepse ke shpirtin e laftis mbi ty. Edhe Krishti që ka kenë përndjekur, jeta të i adhuruar, ka kenë edhe për shpëtimin e atyre që i kanë salvuar. Do me thënë, nëse ti pranon edhe unë, salvimet në emër të Krishtit, kena mundësi një ofru këto gjana për të mirën e të tjerëve. Si ka bashkë në shtjefin. Se në shtjefni, që ka ba? Ka ba të njëjtën gjë që Krishti. O Krishti, mos i ke për merak, për mekat këto gjanat. Fakti që a i ka kënë vrarë me kur. Ka kërkuar faljen e atyre që kanë salvuar. Edhe në fund ka thënë, o Krisht, të dorëzoj shpirtin tim, Jezus, tërkurajo, për ndjekje, ka edhe një kuptim të mirë për ne të krishterët. Është mundësia për me dhanë dëshmi për Krishtin, edhe për më ofru jetën tonë, edhe për shpëtimin e atyre që na salvojnë. Kurajo, që lëvdu Krishti.